e jeni të kthehemi dikun tjetër. Sot, pa tjetër që duhet të përshëndes me zemër të madhe, e të thyer, e me shumë dëmshuri, sa prej vëllezërve dhe motrave tanë që nuk ndodhen në këtë vend, e ndoshta në këto momente na ndjekin nëpërmjet kamerave të televizioneve që filmojnë, e të rrjeteve sociale, janë anë mban botës, përse vallë. Ky vend që Zoti i Gjithësisë e ka bekuar me mirësitë e tij të panumërta. Këtë vend që e ka zili kushdo në faqen e dheut. Pse të largohen njerëzit nga kjo tokë e bekuar e Zotit? Çfarë ka ndodhur me këtë shoqëni dhe çfarë politikash të gabuara po praktikohen mbi këtë vend, si të ishin agjenda të djallëzuara për ta boshatisur këtë vend? Për kë gjanëm? Pse shqiptarët të shkojnë anë man botës? Na thoshte hoxha e jon i madh, drita e syve të mi, Sheh Bebi Suliman Gavoqi rahmet past, shqiptarët e kanë ndërtuar botën mordjem, por tash është koha që shqiptarët me u kthy dhe me ndërtu vendin e tyne. Kjo është thirrje për ata të cilët kanë dert për vendlindjen dhe për ateun. Kjo është thirrje për ata që kanë dert për të sotmen dhe të ardhmen e fëmijëve të tyne. Ne nuk duam që fëmijët tanë të rriten dhe të edukohen me metodat e femohuesve, me metodat atyre që nuk njohin Zot, e nuk kanë moral, e nuk kanë pronë, e nuk kanë shejtëri. Ne nuk duam që politika të djallëzuara të praktikohen e të levrohen në realitetet tona. Po shohim dita ditës një tendencë të çuditshme për të hequr kufit e pronave legjitime të pronarëve legjitim, si për të thanë për të shkri gjithçka dhe mos me e dit askur se qa është e tia, sa është e tia, dhe me thanë i pamunumuni si në rasin këtu që kjo është e imja, ndërkohë që kjo është një vakëf i grabitur, dhe poshtnimi i Zotit do t'jetë mbi ata të cilët kanë leju dhe vazhdojnë të lejojnë këtë barbarizëm dhe këtë dhunë ekstreme mbi faqen e dheut në zemër të Shkodrës, në këtë tokë të vakëfit, i cili shtrihet nga cepat më të largët të xhamisë e Bubekër dhe përfundon matan asaj rangallës së ngritun atje matan. Po ja pra, se na mori 67-ta dhe i prishi dhe i shkallmoi, dhe na erdhi një periudhë kur ne shpresonim dhe besonim se njerëzit me të kthy nga dëshira për liri dhe demokraci do të vlerësonin njëkohësisht edhe fenë, do të respektonin shejtëritë e njëri tjetrit, do të respektonin pronën e njëri tjetrit, por rezultoi se ne kishim gabuar dhe ky ishte një mashtrim i madh, i cili jo vetëm që nuk e ktheu të drejtën tek i Zoti, por i bani njerëzit të hynë në vllavrasje dhe kacafytje, në përçarje dhe urrëtie që sa vjen dhe shtohet dhe Zoti e rujt këtë shoqëni nga pasojat e asaj që është mbjellur prej kohësh, një farë e keqe, e mallkuar, e cila nuk don që ky vend të lulëzojë dhe të ecë përpara. Nuk mund të ecë përpara një vend i cili nuk respekton pronën e pronarit legjitim. Nuk mund të ketë begati në një vend ku ndërtohet prosperiteti dhe e ardhmja, ndërtuar mbi vakëfet e vjedhuna dhe të grabituna. Nuk mund ndërtohet e ardhmja e një shoqënie mbi pazaret e harameve, sepse harami e ka dritën e shkurtër të dashurit e mi. Dhe kjo është një çështje të cilën ne duhet ta themi me të madhe, sepse e kemi frikë Zotin, e do të vdesim një ditë dhe do të kthehemi tek Zoti i Gjithësisë, e çfarë do t'i themi krijuesit tonë?